Të dashur teleshikues të pasqyrës shqiptare, mirëdita. Në qendër të emisionit të sotëm kemi drejtorin ekzekutiv të Greater Toronto Philharmonic Orchestra, muzikantin shqiptar Qazim Kallushi. Biseda që zoti Lena zhvilloi me të para disa javësh do të na njohë me zotin Kallushi, si dhe me historinë e tij në Kanada, një histori suksesi ku rastësia ndërthuret fort me aftësitë, përvojën dhe kulturën vetjake. Por në fillim, një ndërprerje e shkurtër për reklamat. Cila ka qenë karriera juaj profesionale në Shqipëri përpara se të vendoseshit në Kanada? Po unë jam diplomuar në Akademinë e Arteve në 92-shin për kontrabas dhe prej asaj vere kam filluar punë si efektiv i orkestrës radio televizionit shqiptar. Dhe kam qenë pjesëtar i orkestrës deri në momentin që jemi larguar nga Kanada në Kanada në 2007, pra 15 vjet si muzikant. Në 2 vitet e fundit kam pas dhe pozicionin e menaxherit të orkestrës. Kjo ishte pozicioni im zyrtar përpara se të largohesha nga Shqipëria. Vazhdova të isha pjesëtar si muzikant i orkestrës, por detyra ishte si thash menaxher i orkestrës. Çfarë ju nxiti ose çfarë ju shtyu të lini në Shqipëri? Po arsyet janë ato që shtyjnë shumicën e njerëzve, jo vetëm nga Shqipëria për vende të tjera, por në gjithë botën, do thonë një prirja për gjetur diçka më të mirë. Tu futet diçka më të mirë për vete, për karrierën, në anën profesionale, për familjen, për fëmijët. Do të thonë është një tërësi gjërash që në fund fare përmbledhet me fjalën diçka më të mirë, për provën diçka më të mirë. Ishte një rastësi apo një shpërblim i merituar, nëse mund ta quajmë kështu, punësimin tuaj si drejtor ekzekutiv i kësaj orkestre? Po, unë jam punësuar këtu, të themi, në pranverën e 2008-s, pra kur kishim pothuaj një vit në Kanada. Ku integrova, të themi, në ambientin e muzikës, kisha lidhjet më pashme, cilat më ndihmuan që të integrohem, themi, pak shpejt, edhe mora sugjerimet e nevojshme se si duhet ndërtoja atë bazën për një karrierë të mundshme këtu. Dhe viti i parë ishin studime, ato që ne i quajmë pas universitare, këtu ishin disa kurse, disa programe që i ofronte Humber College në atë kohë për administrim arti. Pra fillova aty, pastaj po ashtu edhe një program online në Universitetin e Waterloos, dhe këto ishin ato 6-8 muajt e parë. Në fund të kësaj periudhe, kur fillova të kërkoj për një pozicion, u ofrua Greater Toronto Philharmonic, fillimisht me idenë e menaxherit të orkestrës, pra të themi si personel menaxher, dhe pastaj pas intervjus u komunikova që isha të themi graduar ose isha kandidat për të marrë pozicionin e drejtorit ekzekutiv. Kështu që erdhi si një proces gradual i njohjes, i prezantimit këtu në ambientin e muzikës kanadare, në fund fare përfundoi në pranverë të 2008-s me këtë detyrë. Besoj se për shumicën e teleshikuesve tanë është e nevojshme të bëhet një sqarim se çfarë detyrash konkrete bën një drejtor ekzekutiv i një orkestre të tillë. Unë me pak fjalë jam personi përgjegjës për mbajvajtjen financiare, organizative edhe artistike të kësaj organizate. Jam personi përgjegjës përpara bordit që raportoj për zhvillimet financiare, artistike dhe organizative. Jam person përgjegjës përpara enteve shtetërore që raportojmë për gjendjen fiskale, financiare, të së fundmi kemi marrë atë statusin e charities. Pra, pozicioni im është, si të themi, ai që koordinon dhe raporton për gjithçka në atë momentin e fundit, para bordit o para enteve shtetërore. Si është klima e komunikimit me anëtarët e bordit, po dhe me orkestrantët në përgjithësi, duke pas parasysh këtu që jetojmë në një shoqëri multikulturale ose edhe multiraciale. Si ndjeheni ju, domethënë, jo vetëm si një artist, por edhe si një emigrant i ri këtu në Kanada, në një ambient të tillë shumë ngjyrash? Raportet janë, themi vërtet, shumë të mira. Kanë qenë shumë të mira që në fillim, që në momentin që më ofrua pozicionin, por nuk ka qenë aq e lehtë, themi, ka qenë një lloj shkrirje që nga momenti i parë e afrimi me secilin prej tyre. Dhe kjo është kretë e natyrshme. Unë jetoj në Kanada prej 3 vjetësh.
Kështu që ajo historia dhe eksperienca ime në Shqipërisë nuk është se bën vërtet në ndikim të madh në atë momentin e parë të prezantimit edhe të vendosjes raporteve. Po kanë ardhur duke u përmirësuar, themi në të njëjtën kohë që rezultatet e punës kanë qenë drejt përmirësimit dhe kjo ka bërë që të përmirësohen raportet personale me secilin. I was introduced to Kazim originally by Charles Cutts from Massey Hall. Kazim and I are part of an international organization called ISPA, the International Society for Performing Arts, and it's individuals who work in the management side of theater, dance, music, and opera. And through that connection, I was introduced to Mr. Kalushi. Was this your first contact with an Albanian professional in this field? Yes, it was. I'm pretty sure that it was because, again, it was a bit of a novelty for me. Part of the reason why we were introduced is at that point I was a professor at Humber College and managing an arts management training program. And Kazim was looking for opportunities to become familiar with the process of arts management in a Canadian context as opposed to a global or international context. So far, are you happy with his contribution to the orchestra? Oh, absolutely. He's the heart and soul of this organization. When you're dealing with a community-based organization, it really needs somebody who has a sense of discipline, a sense of direction, a sense of focus. It's kind of like a beacon that stands in the middle of the individuals. And because of his amazing strength, his background, his leadership skills, then over the last year and a bit, while Kazim has been our artistic director, the organization has become much stronger, it's become much more stabilized. In the last year we had a concert season of 4 concerts. This year we're at 5 concerts. So we're much stronger and much healthier because of his contribution and his leadership. Given the fact that he may be considered as a newcomer still to Canada, how do you evaluate his progress so far? Well, that's one of the beautiful things about Canada. We're all newcomers here. I mean, I trace my roots back to Celtic, Irish, and Scottish, etc., etc. In the arts world, and especially in the performing arts world, it's a global market, it's an international market. So yes, it's important to understand the Canadian context, but by the same token, arts management crosses borders. We are a global village when it comes to that particular process. Could you please mention some of your upcoming activities? Our season is 5 concerts. Our first concert is coming up in October. Our Christmas concert, and again 3 more concerts over the winter and into the spring. And as I say, that's a 20% increase over last year.